Ju jeni tashmë një politikan I cili ka eksperiencë në politik, por ka eksperiencë edhe në fushën qeveritare, të ekzekutivit. Unë kam parasysh faktin që në qeverisjen e Partisë Demokratike nga 2005 deri në 2013, ju keni qenë nga aktorët e rëndësishëm që kanë bërë të mundur arritjen e disa momenteve pozitive për shqiptarët, por edhe ekonominë shqiptare. Gjithashtu, ju njiheni për marrëdhënie të ngushta me partnerët ndërkombëtar. Dhe kjo është një nga asetet e juaja, sipas mendimit tim. Zoti Basha, viti 2021 ka qenë një vit, mund të them, I rëndësishëm për demokracinë shqiptare. Pse I rëndësishëm? I rëndësishëm për faktin sepse në vitin 2021 Shqipëria nuk e kaloi testin demokratik të kalimit paqësor të pushtetit mbas 2 mandatesh qeverisje. Pritshmëria ishte e madhe. Partnerët ndërkombëtar që duhet ta pranojmë janë garantët e stabilitetit demokratik të shteteve si Shqipëria, aq më shumë se Shqipëria. Si të thuash, heshtën në një farë mënyre. Ndërkohë që rezultatet e Partisë Demokratike të vitit 2021, sipas analizës time, kanë qenë shumë pozitive, duke patur parasysh kushtet e veçanta të vështira në të cilat opozita dhe sidomos Partia Demokratike ishte në terren. Absolutisht. Kam parasysh këtu faktin e financimeve të shumta, një pjesë madhe jo formale që janë përdorur nga partia në pushtet. Kam parasysh këtu faktin që pushteti vendor nuk ishte e pranishme Partia Demokratike. Kam parasysh këtu kërcënimet masive që kishte nga grupe të shumta paramilitare që ishin pranishëm terren dhe këtë vlerëtun fakti se 4-5 deputet që fituan si dhe 2021 tashmë janë jashtë politikës në duart e spakut. Kam parasysh edhe faktin që duhet ta pranojmë që kishte një mbështetje ndërkombëtare partia që ishte në pushtet. Pra, ishin disa faktorë shumë të rëndësishëm sipas mendimit tim që nuk bën të mundur të tranzicion që mund të ishte edhe prova demokratike përfundimtare e Shqipërisë. Si e mendoni ju në perceptimin tuaj? Përse ndodhi e rezultat në 2021, përse nuk u bën ndryshimi I pushtetit dhe përse ndërkombëtarët e heshtën? Ti marrim një nga një. Tashmë është një fakt, siç e thatë dhe ju, I provuar në rrugë gjyqësore që zgjedhjet e 2021 u manipuluan. E kam fjalën për deponimet në gjykatën kundër krimeve të rënda apo gjykatën në krimeve speciale, pjesë e spakut të çështjes Çyrbja. Ish deputeti Durrësit tashmë në arrest në burg, ku përgjimet vërtetojnë se në qarkun e Durrësit edhe vetë mandati I kryeministrit aktual u prodhua me ndihmën e bandave kriminale, të organizatave të krimit organizuar në Durrës. Siç e thatë dhe ju, nuk është një rast, janë shumë raste që provojnë influencën e drejt për drejt të krimit organizuar, të intimidimit votuesve dhe të blerjes votave. Dhe kjo është dhe arsyeja pse rezultati final I publikuar nuk reflekton vullnetin e qytetarëve. Është e vërtetë që në krye të Partisë Demokratike unë bëra gjithçka për të kaluar problemet në raport me qeverisjen, një qeverisje që nuk donte me asnjë kusht të lëshonte pushtetin, pra donte me mjete ekstra ligjore, antidemokratike, të mbante pushtetin si qëllim vetvete, por sigurisht I vetëdijshëm edhe për disa gjyle të rënda që duhet të tërhiqja me veten këtë proces. Fakti është që Shqipëria u penalizua, shqiptarët u penalizuan, ekonomia shqiptare u penalizua dhe në 4 vjet, pothuajse 4 vjet pas këtij procesi, e shohim që nuk u prodhua asgjë e mirë për Shqipërinë, vazhdoi lëngata ekonomike, vazhdoi emigracioni masiv I shqiptarëve, vazhdoi vrasja e shpresës dhe humbja e besimit tek Shqipëria, tek ekonomia shqiptare, në veçantë me influencë të madhe tek ata që janë ndesësit e energjisë pozitive dhe të shpresës në një shoqëri që është sipërmarrja, rinia, shtresa e mesme. Por
Pa diskutim që faktori ndërkombëtar ka peshën e vet në këtë aspekt. Unë dua gjithsesi të them që është faktori ndërkombëtar një nga mbështetësit kryesor përballë rrëbeshit qeverisë aktuale ndaj SPAK-ut dhe drejtësisë së pavarur, që duke inkurajuar drejtësinë e pavarur ka bërë të mundur transparencën tashmë gjyqësore dhe fillimin e ndëshkimit të atyre që futën duart tek vullneti i qytetarëve në 2021. Dhe për të bërë një fast forward në këtë kohë ku jemi tani, për herë të parë struktura e posaçme antikorrupsion me asistencë euroatlantike jo thjesht do të vëzhgojë, por do të marrë përsipër ndëshkimin e rrept të krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit. Natyrisht, kështu SPAK-u është në detyrën e vet, duke mbrojtur një nga aspektet kryesore të një bashkëjetese paqësore dhe të zhvilluar që janë zgjedhjet demokratike. Por kjo nuk është vetëm detyrë e strukturës posaçme antikorrupsion. Në fundit është detyrë e qytetarëve që 11 majin ta trajtojnë me përgjegjësi absolute. Asnjë qeveri nuk bie nga qielli. Asnjë qytetar nuk e ka fatin të vulosur në kuptimin e zhvillimeve demokratike. Me 11 maj, shumica dërmuese e qytetarëve, të cilët ndihen në kurth të marrë peng në një qeverisi tashmë 12 vjeçare dhe e dështuar, e kanë në dorën e tyre ta refuzojnë në vazhdimin e kësaj qeverisje, apo riciklimin e rrengallave të tranzicionit dhe të korrupsionit, duke zgjedhur një alternativë që i përfaqëson interesat e tyre dhe që ju jep besim, jo vetëm që do t'i mbrojë dhe promovojë këto interesa, por dhe rrugën si do ta bëjë këtë. Dhe për këtë kam nderin dhe privilegjin të drejtoj koalicionin Euroatlantik. I pari formacion politik që vjen në një program tashmë pothuajse 1 vjeçar, nuk i kemi zënë prit qytetarëve me premtimet të çastit fundit, por prej 1 viti kemi shpalosur programin tonë para gjithë grupeve të interesit për t'i përfshirë një debat thelbësor që mungon në Shqipëri. Si rezultat i trysnisë pushtetit tu nuk ka një debat thelbësor mbi çështjet vërtet të rëndësishme për qytetarët, që është kosto jetës, çmimi i mallarëve të konsumit, të ardhurat, taksimi, klima e biznesit, konkurrueshmëria, meritokracia. Programi ynë duke marrë si bazë këto shqetësime të përditshme të qytetarëve në tërësi dhe grupeve të interesit në veçanti, ka marrë përsipër të formulojë përgjigje racionale dhe të besueshme, të certifikuara si të tilla, sepse edhe kjo ka rëndësi, nga auditorët, nëse mund të them kështu, më autoritativ të Europës, ekspertë të CDU-s gjermane, por dhe të partnerëve tanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e cilësuan programin tonë, kur u shpalos në 1 qershor të vitit kaluar, si programi më i mirë i hartuar ndonjëherë në 35 vite në Ballkan, dhe si programi i parë vërtet i qendrës së djathtë në Shqipëri. Okej. Shiko, zoti Basha, përse e filluam bisedën duke analizuar se çfarë ndodhi në zgjedhjet e 2021-shit. Ka një arsye në fakt. E lëmë janë shtrëmbërimet dhe problematikat që kishin ato zgjedhje thelbësore, që ju i përmendët. Absolutisht. Domethënë edhe këtë është fakt i qartë. Janë dokumentuara në rrugë gjyqësore. Janë fakte të qarta. Dihet. Duke qenë se Shqipëria, dhe jo vetëm Shqipëria, në fakt janë vende, janë shtete të cilat ende sot nuk mund të quhen shtete demokratike. Demokraci hibride është etiketa që përdoret rëndom për Shqipërinë në raportet vjetore të Departamentit të Shtetit apo të Bashkimit Evropian mbi demokraci. Dhe kjo unë mendoj që është edhe luks në fakt. Situata është edhe më e keqe se sa kjo. Është pak me përkëdheli, dhe. Jo me përkëdheli. Domethënë situata në Shqipëri, nëse do ta marrim në disa shtylla kryesore që tregojnë nëse je shtet demokratik ose je në rrugën e demokracisë ose jo, janë të gjitha nota negative. Absolutisht. Atëre, më poshtë se Kosova, patjetër, shumë më poshtë se Kosova në indikatorët kryesorë dhe në shumë indikatorë më poshtë se Maqedonia e Veriut, madje për fat keq kohë të fundit edhe më poshtë se sa Malizi. Patjetër. Dhe unë po i përmend 1 nga 1% të qartë, jo për ne, se ne i kemi të qartë në një farë mënyrë, po për shikuesit tanë. E para, ne nuk kemi ekonomi tregu të mirëfillt. Ekonomia tregu të Shqipërisë është ekonomi e cila karakterizohet nga monopolet, oligopolet dhe tregjet e mbyllura. Pra konkurenca mungon. Duke rënë shtylla e ekonomisë tregut, praktikisht ka rënë shtylla demokracisë. Ka rënë demokracia. Kalojmë tek demokracia. Demokracia ka 2 probleme kryesore.
të qarta tashmë. E para është problematika e madhe me proceset zgjedhore që ende sot ne nuk mundemi të bëjmë procese zgjedhore pak a shumë normale, të pranueshme, pakontestueshme. Të pakontestueshme. Dhe së dyti, këtu nuk ka ekuilibrat pushtetit. Të gjitha pushtetet janë pushtete monokratike të njëshit. Dhe njëshi është kryeministri. Flasim për sistemin e drejtësisë. Tashmë është fakti pranuar që ne jemi në atë gjendje që nuk kishim të avd vetë ta menaxhonin sistemin e drejtësisë, por na e morën të huajt për të mirën tonë. Absolutisht, dhe dua të theksoj te ky aspekt që nuk është diçka që ndodhet në Shqipëri për herë të parë. Po. Kujtesa e vëzhguesve të ngjarjeve rajonale, qoftë edhe në audiencën tonë, me siguri risjell shembujt e Rumanisë apo të Kroacisë, dy vende tashmë anëtare në Bashkimin Evropian, po ku do duhej një ndërhyrje dhe një investim pikërisht evropian apo euroatlantik, me qëllim që të thyhej monopoli pushtetit, monokratik siç e quhet ju, i cili mbante peng apo bllokonte funksionimin e drejtësisë si një shtyllë e pavarur e pushtetit. Dhe ishte pikërisht kur drejtësia nisi funksionoi si e pavarur nga pushteti në kuptimin ekzekutiv, nga qeveria, kur u bën shembuj qartë disa figura, do të thoya, qendrore politike, kryeministra të këtyre vendeve dhe të vendeve tjera, të cilët u hetuan dhe u dëshkuan për abuzime pushtetit dhe për korrupsion, që u hap drita jeshile për këto vende që të bëheshin antarë të Bashkimit Evropian, sepse duhet ta themi, në rrugtimin tonë, pa diskutim Bashkimi Evropian mbetet aspirat ndërkombëtare, por para të gjithash, mbi të gjitha, Bashkimi Evropian është një bashkim i sundimit të ligjit, i shtetit të së drejtës. Dhe as nuk mund mendohet që Bashkimi Evropian t'i hap dyert një vendi ku ekzekutivi dhe legislativi, në veçanti ekzekutivi, vendos nën presion gjyqësorin për t'i ruajtur të pandëshkueshëm fajtorët kryesor për korrupsionin dhe abuzimin e pushtetit.